është një çështje nisur në 2023 mbi bazën e dy kapitulleve, njëri prej cilëve është një avokat Esmerald Gjafa dhe ndërkohë është edhe një person tjetër, një inxhinier që ka bërë kallëzim për rrugën Korçë-Ersek dhe ka të bëjë me problematika që kjo rrugë ka patur, sepse është shembur disa herë dhe ka patur, domethënë rritje të kostove të tjera me radhë. Zoti Isaj akuzohet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendere, janë marrë të pandehur edhe 7 zyrtar dhe një përfaqësues i kompanisë që ka fituar tenderin. Bëhet fjalë për 2 procedura tenderuese, njëra ka të bëjë me rrugën Korçë-Ersek, që dyshohet se janë bërë dokumenta në favor të kompanisë fituese dhe tjetra ka të bëjë me rehabilitimin e një ujësjellsi në zonën e Korçës. Por kjo çështje është thjesht pjesa e parë, sepse pjesa e dytë, pra duke qenë se përfundonin afatet dhe parashkruaj vepra penale, për këtë arsye zoti Isaj është marrë i pandehur dhe është komunikuar zyrtarisht të martën bashkë me personat e tjerë, ndërkohë që pjesa tjetër që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës, falsifikimin e dokumentave dhe disa dyshime për veprën penale të korrupsionit janë veçuar dhe hetimi për këtë pjesë është duke vijuar. Pra pa shumë kjo është ideja. Nëse do të citoj, aty ka edhe komunikime në momentin që zoti Isaj është marrë në pyetje dhe janë marrë celularët e varësve të tij dhe antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, njëra nga zonja që është varëse e zotit Isaj ka komunikime me të që flet pikërisht për mënyrën se si formulohen dokumentat, aktet e tjera me radhë. Po janë komunikime në pamje të parë, komunikime mes 2 zyrtarëve që flasin për dokumentat, por kur janë analizuar në raport me provat e tjera dhe në raport me procedurat tenderuese, sipas prokurorëve ka patur paracaktim të fituesit të tenderave. Pra kjo është pak a shumë e gjithë situata me zotin Isaj. Ola, kena njëte? Panop? Okej, atëre, kalem një moment shumë të rëndësishëm besoj. Ajo që bën përshtypje është që kudo vidhet. Kjo... Edhe në zonat e vogla. Kjo është koment. Si të jetë buxheti i madh, si të jetë i vogël. Shumë kurios, sa ishin vlerat e tenderave? Nëse 200.000 euro i njëri tender. Ajo është e lartë, ajo e rrugës... Po jo, në Korçë-Ersek autoritet kontraktor ka qenë autoriteti rrugës shqiptar, nuk ka qenë bashkia e Ersekës, kështu që nuk e di përgjegjësinë që ka pasur sekretar bashkie. Ska pasur në rrugë dytore. Është procedurë e prokurimit për projektin me objekt ndërtimi rrugës Korçë-Ersek loti i dytë, procedura e prokurimit me objekt supervizim punimesh për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek dhe procedura e prokurimit për ndërtimin e ujësjellsit Ersek dhe disa fshatrave faza e dytë nga burimet e Kozelit. Dhe po ashtu është një tjetër që ka të bëjë pikërisht me punimet dhe ndërtimin e ujësjellsit Ersek dhe disa fshatrave që është faza e dytë. Pra këto janë tendrat që janë nisur. Por që nuk është janë vlera të jashtëzakonshme. Ka për secilën, po është një dosje që mund ta kaloj dhe të... Sepse doja të përmendja këtë fakt, domethënë që ajo që shikon me shumë dëshpërim është fakti që tashmë korrupsioni mund të quhet pjesë organike e trupit funksional Se administrativ. kapilare është trirë në çdo qelizëm. Pra ti e shikon edhe te shifrat, jo vetëm te këto shifrat e mëdha që dëgjojmë Tiranë, 6 milion, 15 milion, 20 milion. Po ti e shikon edhe tendera që shkojnë 10 milion lek, 7 milion lek. Rushin dhe piqet. Domethënë kjo tregon kapilaritetin dhe problemi i madh që është se tashmë nuk është më thjesht vetëm pjesa e madhe e politikës ajo që është infektuar nga virusi i korrupsionit, po duket sikur tashmë është bërë një problem sistemik për gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe ky është plaka më e madhe që. Atëherë kalojmë te një moment mjaft i rëndësishëm të thosha. Duhet të vazhdimisht unë në emisionin tim në nënvizoj kur kemi problematika shumë të rëndësishme, nuk kemi një interes të mirë të publikut. Do shta ne jemi një popull, po edhe unë që po ju flasë tu, po edhe ne që jemi në studio, dhe të gjithë, jemi një popull pak i çuditshëm. Për gjërat që godasin më shumë, vrasin më shumë, varfërojnë më shumë, shkatrojnë më shumë, ne nuk ndjejmë shumë. Nga na vjen kjo, unë nuk di ta them mirë, po ndoshta e shkuara jone të gjitha, ose po të vini re, për shembull, mediat më të rëndësishme të vendit merren për shembull me shfaqje televizive të tilla që me elmojnë njeriu, e kupton që edhe po jo se duan ta elmojnë ata, po i pëlqen kësaj popullsisë tonë, na pëlqen shumë për shembull filmat e Turqisë ose gjëra plotë ditë. Po të themi një problem të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me jetën e përditshme, me ekonominë, me financat,
Me më thonë se kështu është kjo punë. Po të shosh nga vendimet e qeverisë sot, atje mua ajo që mu duk lajmë është që një kredi në sektorin e energjisë garantohet nga shteti dhe ne në arritet borxhi publik dhe praktikisht i bie të paguajmë 2 herë çmimin e energjisë elektrike që blejmë si mall. Ndërkohë që lajmi që dominoi ishte kush u bë zëvendës ministër e mbrëmshme dhe si iku nga një parti dhe edhe unë e kam atë, po e kam lënë për te pjesa politike. E kam kush dominoi në pra dominoi xhepi i qytetarit, por kush ka nisur punë ku? Çmimet e banesave në stratosferë. Fakt kur çmimet e banesave kanë shkuar në stratosferë, çmimet frikshme, pa imagjinueshme, shumë banesa, shumë graçele në shumë ndërtime janë pothuajse bosh, mbas statistikave zyrtare. Ola, Shqipëria rezulton vendi i dytë në Evropë për rritjen e çmimeve të banesave. Është një indeks i përvitshëm që bën një nga kompanitë më të mëdha Big Four të auditimit. Ju lutem kontrolloni të mos ketë dhe për herë të parë indeksin e pronave dhe të vijojmë ne. Kemi dhe pak minutat, mos vi njeri aty. Dhe për herë të parë, në vitin 2025, ishte përfshirë edhe Shqipëria, e cila rezulton e dyta sa i takon në rritjes më të lartë në përqindje të çmimit të banesave pas Polonisë. Si kryeqytet, i dyti renditet Tirana, pas Jeruzalemit, ndërsa si qytete, pas Jeruzalemit dhe Krakovit në Poloni, renditet Tirana dhe më pas Vlora. Çmimi mesatar i banesave në rang vendi ka shkuar 1.620 euro. Shifrat për rritje në nivel 35%, afro 20%, i ka miratuar së fundi dje u publikua dhe raporti stabilitetit financiar që shoqëroi me indeksin Fisher, edhe Banka e Shqipërisë, dhe që nga viti 2013 deri në vitin 2025, po të shohim se si kanë lëvizur çmimet në krye qytet, ne mund të themi që kemi 2 fishim, pra një rritje me 200%, ndërkohë që në disa zona kemi edhe 3 deri në 5 fishim. Sepse po të shohim me çfarë çmimesh po shiten në disa kulla ku nuk është hapur as gropa, por është vetëm ajo letra e lejes së ndërtimit në krye qytet, shitet me çmime 7 deri në 10.000 euro për metër katror, që praktikisht janë të papërballueshme. Tani, çfarë do të thonë këto çmime? 1. Sa është rritur paga mesatare në Shqipëri? A është dyfishuar? Jo. Sa është rritur niveli pensionit në Shqipëri? A është dyfishuar? Një shproporcion i madh. Përveç rritjes raport të zhdrejtë totalisht. Është shtrentuar dhe çmimi i qiras, pra edhe kosto e qiras ka shkuar 500 deri në 800 euro, po t'i referohemi sërish indeksi për kryeqytetin. Pra, ne kemi një rritje ekonomike e cila nëse është reale, nuk është përndarë në mënyrë të barabartë,